Tunja tjeta uroj t'jeni mirë, ju përshëndes të gjithëve, sonte ndryshe, jo më nga studio jonë në Tiranë, por nga një tjetër pikë e rëndësishme ku drejtohen të gjitha sytë e botës. Nesër është forumi i Dohas në Katar. Unë sapo kam mbritur në Katar, nga Vjena, kam qenë gjatë gjithë kohës në udhëtim, të gjithë ata që më kanë shkruar nuk kam mundur t'i përgjigjem, sepse kam qenë në udhëtim ka më shumë se 24 orë, dhe kam mbritur përfundimisht sonte në Doha, ku do të zhvillohet, po bëhemi gati pra, për një forum që mbahet nesër. E gjithë bota zbarkon nesër këtu në Doha të Katarit, ku do të diskutohet për gjeopolitikën, për zhvillimet e mëdha, të cilat ne i flasim çdo natë në kanalin ton. Do të diskutohet për lindjen e mesme, për Ukrainën, për detin e Kinës Jugut, për Gazën, për Sirinë, për gjitha zhvillimet më të mëdha që janë duke ndodhur sot në botë dhe të cilat pritet të konfigurojnë të ardhmen e planetit. Pas një diskutim, siç ju kam thënë, Katari ka qenë një vend i cili ka një politikë agresivisht asnjanse dhe një politikë strategjike, apo strategjia e neutralitetit agresiv. Kjo është një lloj diplomacie që e përdor Katari në lojën e madhe gjeopolitike, dhe kjo është arsyeja përse këtu nesër ku jemi ne në këtë takim, pra do të ndodh një takim i shumë prej poleve, të cilat ju nuk do ta mendonit kurrë se do të takonin me njëri tjetrin në një sallë, apo në një konferencë, apo në një forum kaq të rëndësishëm sa ai që ndodh nesër. Sigurisht, forumi i Dohas bëhet në organizimin dhe patronazhimin personal të emirit të Katarit, dhe do të ketë sigurisht pjesëmarrje jashtëzakonisht të lartë nga gjithë bota, kryeministra, president, lider, politolog, ekspert të gjeopolitikës, të marrëdhënieve ndërkombëtare, Banka Botërore, FMN-ja, Europa, Këshilli i Europës, shumë ministra të jashtëm nga Europa, do të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu disa figura të cilat nuk do të mundeshin kurrë të imagjinohej që nesër në mëngjes do të jenë të gjithë në një sallë për të folur për zhvillimet më të mëdha të botës. Kush mund ta imagjinonte që Katari, pra ky vend i vogël me këtë strategji të jashtëzakonshme të neutralitetit aktiv apo të neutralitetit strategjik, vetëm Katari, apo mund të ketë ndonjë vend tjetër, por deri tani ka dëshmuar se ka fuqi të mbledh bashkë në një sallë Hillary Clinton, Bill Gatesin, Donald Trump Jr. dhe Tucker Carlson do të jetë nesër aty. Pra vetëm Katari mund t'i bëj këta njerëz në një sallë për diskutuar dhe për të rrahur mendimet për të ardhmen e botës. Sigurisht është Hakan Fidan, është ministri i ekonomisë së Turqisë, është presidenti i Sirisë, është ministri i jashtëm grek, ka përfaqësues nga Britania e Madhe, ka përfaqësues të mediave më të rëndësishme botërore. Të gjitha sytë nesër janë këtu në Doha, në forumin e Dohas, pra ku do të analizohen imtësisht se ku do të shkoj bota, do të analizohen ekuilibrat global që janë duke ndodhur për momentin, do të analizohen të gjitha imtësit, do të analizohet e ardhmja juaj, e ardhmja jonë, e ardhmja e të gjithë botës. Katari është një vend i vogël, një vend me 300.000 banor vendas, paçka se pjesa tjetër që i kalojnë 3.5 milion banorët janë të ardhur, pra që jetojnë këtu dhe punojnë këtu. Katari një vend i vogël, sigurisht me pasuri që vinë dhe burojnë kryesisht nga energjia, pra nafta dhe gazi natyror,
sigurisht ka ditur të luaj një rol dhe i ka treguar me shumë delikatesë dhe fines pjesës tjetër të botës që vendet e vogla kur din të bëjnë diplomaci interesante, por sigurisht këtë nuk e luan dot çdo kush, sepse edhe të luash dhe të mbledhësh të gjithë të kundërtit, ti mbledhësh në një vend, në një forum, nuk është e lehtë. Këtë e bën dikush që ka autoritet financiar, gjë të cilën vendet e tjera të vogla nuk e kanë, pra edhe në qoftë se do të duan të luajnë rol më të madh se vetja, nuk do të munden të realizojnë këtë, sepse është krejtësisht e pamundur, por megjithatë Katari ja ka dalë që të luajë një lloj intermediatori, pra një ndërmjetësi i cili shpesh her pas here ka qenë edhe burim i madh sulmesh, ka qenë provokues i sulmeve të mëdha. Sulmi më i fundit ka qenë sulmi i Benjamin Netanyahus i Izraelit, i cili e goditi Katarin, pra befasisht, dhe erdhi Donald Trump dhe amerikanët, të cilët ndërhyn për të thënë që shiko se Katari nuk mund të preket, sepse Katari ka një lloj statusi ku bashkohen të gjithë të kundërtat, bashkohen dhe takojnë ata që nuk mund takoheshin kurrë, bashkojnë dhe takohen të gjitha linjat e botës. Pra, ja ka dalë Katari të ndërtojë një lloj diplomacie aktive në pasivitetin e tyre dhe në neutralitetin e tyre. Ky lloj neutraliteti krijon oaze, siç është Katari, për të mundësuar të paktën që njerëzit ulen dhe të flasin me njëri tjetrin rreth, që njerëzit të ulen dhe të diskutojnë. Ky është problemi i botës sot. Problemi i botës dhe i luftrave të mëdha sot nuk është përveç të tjerave, pra e dim që është industria e armëve, është industria e naftës, është industria e luftës, janë bankat, janë elitat, janë këta peshkaqenët e mëdhej të cilët vendosin për të ardhmen e planetit, por pa diskutim që një nga arsyet e tjera kryesore pse bota nuk po gjen qetësi është sepse është e pamundur që të gjitha palët e interesit ti ulësh në një tryezë, ti ulësh në një tavolinë, ti ulësh në një takim, në një forum, në një bisedim ndërkombëtar. Për këtë arsye është bërë një organizim që sigurisht më ka shokuar, një organizim kaq i madh, i cili ka nevojë për resurse të jashtëzakonshme, ka nevojë për njerëz, ka nevojë për punë organizative, të gjithë si milingona kujdesen që këtu nesër të takojnë njerëzit që kurrë nuk do të imagjinohej që të ishin në një sallë bashkë. Unë për shembull me të gjitha njohuritë e mia modeste, nuk do ta kisha imagjinuar ndonjëherë, sigurisht kjo ndodh, po të paktën në këto kohra kur përplasjet kanë qenë të mëdha, kur polarizimi ndërmjet të majtës radikale dhe ndërmjet konservatorëve ka qenë i madh. Të shohësh nesër në një sallë Donald Trump Jr. me Bill Gates, me Hillary Clinton, me Hakan Fidan, pra të gjithë këto kuajt e konservatorizmit bashkë me kuajt e majtizmit dhe globalizmit, këtë e ka vetëm Chelsea magjik, e ka vetëm Katari. Të paktën për tani e ka luajtur Zvicra, e luajnë edhe shtetet tjera, por në këtë moment Katari është duke luajtur shumë, ndaj dhe u bë ajo që u bë problemi i madh në të gjithë botën, veçanërisht në lindjen e mesme, kur u godit Benjamin Netanyahu, pra kur vendosi ta godas Katarin dhe të godas pra në zemër të Dohas për të dhënë mesazh që askush nuk ka imunitet. Pas një diskutim do të jetë një zhvillim shumë i rëndësishëm nesër dhe unë nuk kam fuqi sonte, jam i raskapitur, kam qenë në disa vende derisa përfundova këtu dhe
sonte thjesht po ju tregoj se çfarë po bëhet, çfarë është duke gatuar bota, çfarë po mendojnë këta kokat e mëdha të planetit, çfarë do na thonë nesër. Nesër në mëngjes nis dhe starton forumi i Dohas, ku unë kam nderin e madh që të jem përzgjedhur nga njerëzit që do të jetë aty, do të jetë në këtë forum. Është nder i madh sigurisht që më bëhet, unë e vlerësoj shumë, por të gjithë miqt e Kreshnikut, të cilët kanë besuar tek integriteti i ideve apo i mendimeve të Kreshnikut, sot duhet ta kuptojnë që pas një diskutim, njohurit dhe informacionet tona dhe ato që ne bëjmë pas një diskutim nuk kanë kaluar pa u vënë re. Unë ju a kam thënë gjithmonë, ju a kam thënë natë për natë, miqtë e mi, ne dukemi sikur bëjmë humor, ne dukemi sikur bëjmë ato biseda në YouTube, shpjegojmë marrëdhënie ndërkombëtare, po dalin njerëz te komentet na thonë po ku merr vesh ti, po ti je idiot, po ti ku i diti këto punë, po ty s'të del fjala, sikur kam dalur unë me bërë parashikime. Por, pra, njerëzit janë të lodhë, janë të mërzit, janë të lodhur, janë të hutuar. Por, unë sot jam shumë i lumtur që nuk do ta dëgjoj më nga lajmet këtë ngjarje të madhe botërore që ndodh nesër, ku plusi me minusin, x-i me y-un, ku të gjithë të kundërtit do të jenë në sallë, Hakan Fidan, Erdogan, Gera Petritis, ministri i jashtëm grek, Kaja Kallas, Hillary Clinton, Bill Gates, Donald Trump Jr., Tucker Carlson dhe të tjerë polemistë shumë të fuqishëm, të rëndësishëm. Këtu do të jetë nesër Kina, këtu do të jetë Rusia, këtu do të jetë Amerika, këtu do të jetë Europa, këtu do të jetë Afrika, këtu do të jetë Amerika Latine, mbi 165 delegacione nga gjithë bota vinë në forumin e Dohas nesër për të vënë një piket tjetër të rëndësishme në rrugtimin e madh se çfarë e pret planetin. Unë ju kam thënë që kjo dritare nëpërmjet të cilës ne natë për natë shpjegojmë atë që ndodh në Shqipëri, atë që ndodh në rajonin e Ballkanit dhe atë që ndodh nëpër botë. Kjo është një dritare shumë e rëndësishme, miqtë e mi, nëpërmjet të cilës ne i hapim syt shqiptarëve dhe unë e vlerësoj të gjithë punën dhe angazhimin e të gjithë miqve tanë të cilët e kanë mbështetur kanalin, kanë besuar ke ajo që po bëjmë dhe kanë përcjell vazhdimisht mesazhe inkurajimi, mesazhe që të ngopin, mesazhe që të ndjejnë të kuptosh që ti nuk je duke gjuajtur tym, nuk je duke gjuajtur në hava. Por edhe nga ana tjetër, jam shumë i lumtur që ajo që unë ju a kam thënë për natë, miqtë e mi, që mos i kujtoni se ne po bëjmë humor këtu në YouTube, mos kujtoni se jemi thjesht duke kap ca klikime apo duke bërë ca emisione. Miq, ne jemi tek radarët, kemi hyrë në radar. Radarët e kanë pikasur atë që po bëjmë. Dhe ata të Tiranës e din shumë mirë çfarë po bëjmë. Ata të Tiranës e ndjejnë lagështirën më shpejt se të tjerët. Jam shumë i lumtur që nuk do t'i dëgjoj më nga televizori, nuk do t'i dëgjoj më nga telefoni, nuk do t'i dëgjoj më nga emaili apo nga burimet e mia të informacionit, ato që do t'ju shpjegoj. Gjatë këtyre 2-3 ditëve të forumit të Dohas, unë do të përpiqem të bëj gjithçka që mundem në mënyrë që t'ju shpjegoj aq herë sa do të kem mundësi, sepse edhe agenda ime është shumë e ngjeshur. Këtu pothuajse është e pamundur, por unë do të bëj të pamundurën, për te të pamundurës që të gjej kohë dhe të flasim pra tashmë jo më nga studio nga Tiranë, por duke i ndjekur nga afër
këto zhvillime të mëdha ndërkombëtare, duke i ndjekur nga afër këto stimulime të cilat i bëhen marrëdhënie ndërkombëtare, gjeopolitikës, do të flitet për ekonomi, do të flitet për gjeopolitik, do të flitet për lindjen e mesme, do të jetë dhe presidenti i Siris, Al-Shara, do të jetë kryeministri i Libanit, do të jetë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, Thomas Barrack, i cili është gjithashtu njëri nga lojtarët kyç në lindjen e mesme, është emisari i Donald Trumpit për lindjen e mesme, për Sirinë dhe për Turqinë, pra është një njeri i cili po lëviz shumë fije bashkë me Steve Witkoff, që po luan më shumë me dosjen e Ukrainës. E gjithë dynjaja ka zbarkuar nesër këtu në Doha, dhe këta miqt këtu vendalit kanë një lloj neutraliteti, kanë një lloj organizimi që të mahnit, kanë një lloj aftësie për t'i bashkuar të gjithë të kundërtit me njëri tjetrin në tavolinë, nuk e di përtej autoritetit të qenit një vend neutral i cili ka konsensusin, sigurisht se po të mos kishe konsensusin e amerikanëve, të rusëve, të europianëve, të kinezëve, sigurisht nuk e luan dot një rol kaq të madh. Aq më tepër kur je shtet i vogël siç është Katari. Por përtej kapaciteteve të tyre të jashtëzakonshme financiare, të cilat i japin atyre mundësi që të luajnë lojtarin e madh, sepse një shtet i vogël i cili e ka GDP-n 5 miliardë euro në vit apo 7 miliardë euro në vit, nuk luan dot kësaj loresh. Por megjithatë mbetet diçka shumë interesante dhe mendoj që do të jetë pjesë e një hulumtimit timit më të thellë se çfarë fshihet në këtë aftësi të këtyre njerëzve këtu, njerëz të thjeshtë, të paqët, të dashur, mikpritës, bujar, të jashtëzakonshëm, njerëz të cilët mund të ulin të gjitha cepat e kundërt të botës. Këtu vinë talebanët, këtu është Amerika, këtu është Mossadi, këtu është Izraeli, këtu është Siria, këtu është Hizbullahu, këtu është Irani, këtu është Kallasi, këtu janë britanikët, këtu janë rusët, këtu janë kinezët, këtu janë afrikanët, këtu është konflikti i Darfurit, këtu është konflikti i Sudanit, këtu konflikti i Libis, këtu konflikti i Siris. Ku ka konflikt në dynja, ku ka përplasje në përbot, vinë dhe përplasen gjithmonë në Doha. Doha krijon një lloj oazi, sigurisht ka një domethënie të madhe, ka dhe një mirëkuptim nga lojtarët e mëdhenj global, të cilët ta japin mundësinë që ta bësh këtë rol. Nuk e luan dot gjithmonë vetat. Tashmë, që të mos zgjatem, sepse unë jam ekstremisht i lodhur, por ju e dini që unë kam rënë në dashuri me ritualin ton të përnatshëm, ritualin e bisedave tona të përnatshme. Unë ju kam premtuar që derisa të jem gjallë dhe derisa të frymoj, aq sa di unë, me aq sa kontakte sa kam unë, me aq informacione sa kam unë, pavarësisht kush na godet, pavarësisht kush na sulmon, pavarësisht kush na tall, pavarësisht kush na ignoron, pavarësisht se kush luan bishtin, pavarësisht se kush bën sikur ne nuk kuptojmë, ne na punojnë radarët shumë larg. Por populli thotë gjithçka është e bukur në kohën e vet. Është shumë interesante që do të sjellim në kohë rekord pulsin e këtij takimi të forumit të Dohas, ku nesër është mbledhur e gjithë dynjaja. E gjithë bota është këtu nesër, nga të 4 cepat e botës, ata që e shohin me sy njëri tjetrin, nga ata që nuk e shohin dot me sy njëri tjetrin. Këtë e bën shkopi magjik i Katarit dhe i Dohës. Pa asnjë diskutim.
gjithçka del nga forumi i Dohës është një impuls sado i vogël për gjitha dinamikat gjeopolitike globale, është një impuls goxha i rëndësishëm për atë që pritet të ndodhë. Çfarë do të ndodhë në lindjen e mesme? Çfarë do të ndodhë me Iranin dhe Izraelin? Çfarë do të ndodhë me Palestinën, me Gazën, me Sirinë, me Libanin, me Turqinë, me Ukrainën, me Zelenskin, me Europën? Sigurisht nuk do vendoset nesër. Por nesër do të flasin njerëz të cilët kanë shumë ndikim. Njerëz të cilët e përzihen çorbën e madhe dhe e kanë një dorë dhe në mos një dorë e kanë nga një gisht dhe shenjat e tyre të gishtërive më së paku tek luga që e përzin apo tek garuzhdja që e përzin zhvillimin e madh ndërkombëtar dhe dinamikat globale në të gjithë planetin. Pa asnjë diskutim që atë që ju mund ta dëgjoni nga unë, atë e dëgjoni edhe ke lajmet, atë e dëgjoni edhe në internet, por jo të qenit në korridoret e imta të këtyre takimeve, ka një aromë tjetër, ka një shije tjetër, ka një dinamik tjetër, ka një kuptim tjetër të madh dhe jam shumë i lumtur që mund në këtë rast në forumin e Dohës nuk do të mjaftohem duke kuptuar dinamikat apo valzimet e zhvillimeve nga distanca. Tashmë jemi në zemër të lajmit, tashmë jemi në zemër të zhvillimit, tashmë jemi në zemër të ngjarjes. Zhvillimet do të jenë të mëdha, dinamikat pa asnjë diskutim do të jenë të mëdha dhe unë jam i bindur se ajo që del në sipërfaqe është vetëm maja e icebergut, të tjerat luhen të gjitha poshtë. Poshtë atje ku nuk shkon syri i lirë. Dhe ne kemi detyrën të hyjmë atje ku nuk hyn dot media, ku nuk hyn dot mendja e lirë, analiza e thjeshtë sipërfaqësore. Kemi detyrën që të hyjmë thellë. Sa më thellë të marrim kampione sa më të mëdha dhe të kuptojmë çfarë do të ndodhë me ne, me botën, me njerëzimin, sepse bota është në momente shumë të rëndësishme. Po lëvizin pllaka tektonike fuqimisht dhe shumë prej gjërave të cilat jeni mësuar të shihni deri tani nuk do të jenë më fatkeqësisht apo fatmirësisht. Atë e vendos secili prej jush me kriteret që ka vendosur për fatmirësinë apo për fatkeqësinë. Ju përqafoj të gjithëve, ju falenderoj nga zemra, do të jemi në kontakt në vijim për zhvillimet hap pas hapi, çfarë do të kuptoj, çfarë do të mësoj, çfarë do të nuhas, çfarë do të ndjej, aty ku puqen, takohen, fërkohen, përplasen peshat e rënda të botës, do t'ju njoftojmë hap pas hapi, minutë pas minute. Kaq kishim për sonte, unë jam i lodhur, duhet të pushoj pak, shpresoj të pushoni dhe ju dhe në rastin më të parë që do të mundem, do ju sjell të reja që lidhen me këto zhvillime të rëndësishme që po kalon globi, mbi situatat që lidhen edhe me ne si Ballkan, edhe me ne si shqiptar, në ndritën gjithmonë nën fokusin e forumit të Dohës këtu në Katar. Natë e mirë për sonte, pjesën tjetër të zhvillimeve ju e dini, do ta ndiqni në numrin e ardhshëm. Natë e mirë.